Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë së bashku lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Pikërisht në këtë minutazh do të flas për një nga personazhet më të komentuara, për një nga vajzat më të përfolura, për Brikena Selmanin. Unë e kam thënë që Brikenës, që nga përfundimi i Big Brotherit, gjërat filluan që t'i marrin bar. Sukseset filluan që t'i marrin bar, ditët e bukura, momentet e mira filluan që t'i marrin bar. Dhe pikërisht, sot Brikena ka ndarë një nga videot më emocionuese dhe më të bukura. Do thoni pse më emocionuese? Sepse Brikena ka bërë reklamën e një brandit që në fakt është një nga brandet që ne shqiptarëve na ka bërë që të ndjehemi krenar. Golden Eagle është e vetmja pije energjike që ne e kemi puro shqiptare dhe që drejtuesi i kësaj kompanie ka qenë gjithmonë specifik në përzgjedhje që ka bërë se kush do të jetë fytyra që do ta reklamon këtë lloj pije energjike, ka qenë i veçantë në këto përzgjedhje. Ju e dini shumë bukur që Golden Eagle deri në një periudhë ka reklamuar i famshëm i tashmë i dashuri për të gjithë ju Louis Ailey, por në këtë rast kemi parë dhe një anë tjetër, do me thënë që Golden Eagle e ka reklamuar edhe Brikena Selmani. Brikena me shumë dashuri e ka ndarë këtë video në Instagramin e saj, një video që në fakt ju e shikoni, ku Brikena është figura kryesore e Golden Eagle-it dhe e ndan këtë pijen me të gjithë shqiptarët. Kjo tregon që Brikena po na vjen në të gjitha format, edhe në rolin e influenceres, edhe në rolin e moderatores, edhe në rolin ndoshta nesër të një podcaster që do të na bëj për vete të gjithëve dhe do ta admirojmë të gjithë, do ta duam të gjithë. Domethënë Brikena Selmani na bën të gjithëve që ta mbështesim, ta duartrokasim edhe të jemi pranë saj. Brikena është pritur mirë me këtë reklamën, do me thënë publiku e ka përqafuar reklamën dhe formën se si Brikena e ka bërë këtë reklamën dhe se si Brikena e ka luajtur, do me thënë, këtë rol. Të gjithë i ka ndëruar vërtet një lloj përqafimi dhe kjo tregon që Brikena po përgatitet të na vi edhe më fuqishëm ndoshta. Golden Eagle do të jetë edhe vazhdimi i rrugtimit të saj të suksesshëm në këtë treg kaq të bukur, por njëkohësisht edhe shumë të fortë. Unë dua ta duartrokas dhe t'ju uroj të gjitha të mirat Brikenës vërtet në këtë sukses të jashtëzakonshëm. Domethënë, tashmë siç duket Golden Eagle ka përzgjedhur fytyrën e reklamave të saj gjigante Brikena Selmanin. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Që nga dita e djeshme, në fakt që po komentohet dhe po përflitet shumë për banorin i cili do të jetë pjesë e kastit të Big Brotherit këtë vit në Kosovë, që do të thënë Big Brother VIP Kosova po përzgjedhën banor për të bërë konkurrencë të jashtëzakonshme kundër drejt Big Brother VIP Albania. Personazhi që do të bëhet pjesë e këtij kasti do të jetë një zhigolo. Tani, shumica e publikut nuk e kanë kuptuar çfarë është zhigolo dhe unë do t'ju shpjegoj në mënyrë të detajuar, do me thënë se çfarë do të promovohet këtë vit nëpër media. Një zhigolo është një term që përdoret për një burr që krijon marrëdhënie romantike ose intime, seksuale me gra, zakonisht në këmbim të parave, dhuratave, mbështetjes financiare ose një niveli të caktuar përfitimi material. Do me thënë mashkull që në të vërtet bën marrëdhënie intime me lek. Tani, çfarë është konkretisht një zhigolo? Zhigolo mund të jetë një burr që shoqërohet me gra kryesisht për përfitimin financiar. Merr para, merr dhurata, udhëtime ose ndihmë ekonomike nga një partnere. Mund të ofrojë shoqëri, mund të ofrojë vëmendje romantike ose marrëdhënie intime. Në disa raste mund të ketë si aktivitete të rregullt edhe profesional.
Jo çdo burr, tani duhet të ndalojmë, si mund të thoni që çdo burr që mbështetet financiarisht nga partnerja është automatikisht një gigolo. Do të thënë nuk ka të bëj fare me këtë. Termi zakonisht përdoret kur përfitimi material është një pjesë kryesore e arsyes së marrëdhënies. Do të thënë, a është njësoj si një prostitut mashkull, le ta themi, jo gjithmonë, por ka një lloj dallimi në përdorim, do të thënë siç po shpjegohet. Prostitucioni mashkullor zakonisht nënkupton ofrimin e shërbimeve seksuale kundër drejt pagesës. Gigolo, termi shpesh ka kuptim më të gjerë, mund të përfshi shoqëri, mund të përfshi romancë, marrëdhënie intime, përfitim financiar, jo domosdoshmërisht një pagesë të drejtë për drejtë për një akt seksual. Për shembull, një shembull i thjeshtë, nëse një burr lidhet me një grua më të pasur, kalon kohë me të, sillet si partneri i saj dhe në këmbim merr rregullisht para, dhurata të shtrenjta, udhëtime ose mbështetje financiare, njerëzit mund ta quajnë atë gigolo. Do me thënë, ky lloj karakteri, ky lloj personazhi do të jetë këtë vit në Big Brother VIP Kosova. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të rindaluar edhe një herë tek lajmet edhe tek ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj tek një intervistë së dhënuri së fundmi nga Monika Kryemadhi, një intervistë që në fakt ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme. Unë me thënë drejtën, nuk besoj në deklaratat e Monikës, sepse Monika ka treguar që në shumicën e rasteve, do të thënë, gjërat di t'i bëj edhe për humor, edhe për shaka, dhe së fundmi një fjalë e thënë kundërdrejt një marrëdhënieje, një partneri në jetë, e ka bërë që Monika, do të thënë, të jetë në qendër të vëmendjes të medias ros. Në një intervistë për emisionin Pushime on Top me Lei Karajën, Monika Kryemadhi ka treguar më shumë detaje për jetën e saj personale. E pyetur nga moderatorja e njohur se kur ka qenë hera e fundit që ka gatuar një burr për të, Monika u shpreh se nuk ka ndodhur ndonjëherë një gjë e tillë, që nuk kupton dhe ish bashkëshorti i saj, zotri Ilir Meta, nuk ka gatuar ndonjëherë për Monikën. Ndërsa e pyetur nëse shikon veten krah një partneri në të ardhmen, Kryemadhi u përgjigj jo, të ri duke u larë brekët e të tjerëve. Dhe më pas pyetja a do të bëj pjesë e Big Brotherit, Monika Kryemadhi habit me përgjigjen unë do të kisha. Kur është hera e fundit që ka gatuar një burr për ty, Monika thot asnjëherë nuk ka gatuar burrat për mua, vetëm në për restorante. Në fakt gatuan, thot Monika, djali i im. Më pas Monika ka thot, ka bërë jetë konvikti. Ata që kanë qenë në konvikt din me larë, me gatuar dhe me pastruar, do me thënë e ka për djalin e saj. Lei thot e imagjinon vetet me një partner në krah të ardhmen, Monika thot jo ikmi, të ri duke larë brekët e të tjerve. Lei thot nuk e imagjinon në asnjë mënyrë dhe Monika thot fare. Lei thot një herë mjafton martesa, fare edhe jam shumë mirë, zgjohem në Terezin time dhe i përkushtohem vetes time, thot Monika Kryemadhi. Do të thënë Monika Kryemadhi nuk është se ka krijuar ndonjë marrëdhënie ashtu siç në fakt e kanë sjellur lajmin portalet që kanë shkruar tituj skandalos për Monikën. Monika ka një familje të jashtëzakonshme, ka fëmijë shembullor që ndron pranë fëmijëve të saj, mundoi që të jetë një nënë shembullore duke ju dhuruar fëmijëve dashuri, respekt, vlerën që di ta adhuroj vetëm një nënë, dhe me patjetër duke mos u marr fare në asnjë aspekt me këto situata, dhe mua më vjen shumë keq që këto tituj skandalos, do me thënë, i kushtohen zonjës Monika Kryemadhi.